Pak muaj më parë, kjo pjesë e rrugës së fshatit fshat që lidh Matin me rrugën e Arbrit u shem duke u kthyer në problem shqetësues për drejtuesit e mjeteve. Vetëm pas shumë lajmesh problematike të transmetuara në media, firma Gjoka Konstruksion bëri të mundur ndërhyrjen dhe ndërtimin e një muri mbrojtës. Mirë po ndërhyrja mbeti me kaq, pasi edhe pse nuk është një distancë e madhe, kjo pjesë rrugë nuk është asfaltuar. Drejtuesit e mjeteve që përdorin këtë rrugë çdo ditë thonë se është problem për shkak se shumë drejtues mjetësh dalin në anën e kundërt për t'u shmangur pjesës së dëmtuar. Ata kërkojnë që kompania e cila rregulloi shembjen me nën shtresa të hedhë edhe asfaltin në mënyrë që lëvizja të bëhet lirshëm dhe pa u rrezikuar. Është në çdo moment burim aksidenti. Inshallah se ka fatin e keq në një. Jem asfalte, po çdo leksi kanë marrë ata me altan si thonë ata të Kosovës. Është bërim aksidenti normal që është bërë aksidenti dhe duhet të bësh kërkesë tim bashkitë Klosit që ta rregullojnë këtë rrugën se vim për ditë ne kena njerëz në burrel. Po patjetër do ta kështru, po bëj thirrje se e shtrojnë ata avash avash. Kjo rrugë ka qenë vazhdimisht problematike pasi ka patur lëvizje të bazamentit të tokës që kur është ndërtuar në disa pjesë, kryesisht në afërsi të banesave të fshatit fshat.